nuk e di pse njerëzit frigohen prej unitetit, nuk e di pse frigohen prej shpërndarjes së përgjegjësive në interes të vendit, në interes të Republikës së Kosovës. Nuk e di pse tentohet të vazhdohet polarizimi i skajshëm dhe mos kontribuohet në unifikimin e spektrit politik, duke marrë parasysh që akoma sulmohemi nga jashtë, nga fqini, i cili nuk e dëshiron Republikën e Kosovës, nuk e dëshiron stabilitetin, dhe nga ngjarjet dhe zhvillimet globale që besa nuk janë shumë të favorshme nga ato që është zhvilluar sfundi në territorin e Ballkanit, por edhe në Republikën e Kosovës. Andaj ne besojmë dhe shpresojmë që do të ka mirëkuptim, nëse nuk ka ndonjë agjendë tjetër të fshehur ta quaj që dikush tenton që të krijojë ose të marrë mandat me pazare politike, por këtu lidhja demokratike e Kosovës është e përjashtuar dhe as nuk do të bëhet, as nuk tenton të bëhet dhe as nuk do të lejoj si pjesë e demokracisë zhvillimit nëse dikush e ka një ambicje të tilla.